Albion, mirë se erdhe dhe i bashkoj emisionin Pasita Sportive. Mirë se gjeta edhe faleminderit shumë për ftesën. Po e filloj me kampionatin ballkanik, të cilin e fitove në Maltezi. Po. Një kampion të cilin u përgëzove me medaljen e artë. Po, ka qenë javën e kaluar, vikendin që lan pas, është marrë kampionati ballkanik i duatlonit. Do thonë është disiplinë e ndame prej triatlonit. Po. Mund të më shpjegoj zonë. Po. Për dallim nga triatloni që ka notin ciklizmin vrapin, duatloni ka vetëm vrapin, notin dhe prap përsëri vrapin. Kjo është disiplinë pak më ndryshe, po që më përshtatet mua më shumë. Do thonë edhe për këtë arsye arrita medalë. Arriti medalë nga parapërsisht sa garus kanë qenë pjesëmarrës në këtë kampionat. Gjithsej janë kanë 9 shtete ballkanike dhe rreth 70 garus që kanë përfunduar karën. Në kategorinë tonë, po. Po, kategoria kryesore elit. Gjë që me pas se more 8 artën duke lënë pas shumë garus të tjerë. Po, vendi i dytë ishte 1 minutë larg, pastaj i treti 1 minutë diçka, edhe kështu me radhë, po podiumi, domethënë është ajo që ka rëndësi. Domethënë jam përgatitur personalisht shumë për këtë garë. Edhe jam gëzuar shumë kur e kanë shpallë si garë se kjo mbahet për herë parë. Nuk ka qenë më parë në kalendarin e garave ballkanike. Okej. Tash së fundmi e kanë themeluar Federatën Ballkanike të Triatlonit, edhe kanë shtyr në kalendar këtë si garë. Kështu që po shpresojmë që ta shëtutje të mbahet çdo vit, sepse kjo është ajo që unë jam më e mirë anto edhe që synoj me pas rezultate kryesore. Albion, duke marrë parasysh që ki arrit me ngrit flamurin lart të Kosovës në pjedestalin më të lartë në kampionatin ballkanik të sportit të duatlonit, po du ndalem parafërsisht sa i duhet një sportisti me u përgatit për një kampionat ballkanik. Po tash nëse nisemi prej vetës, ky është sezoni jam i 8 që merrna me sport. Po. Edhe kisha me thonë është sezoni i 6 që merrna me sport i fokusum komplet. Se ndoshta 2 vitet e para e kom bërë më shumë për qef, nuk e kom pas strukturuar më shumë. Po prej 2020-s, domethënë e kom pas komplet kohën, dedikimin, domethënë edhe përkushtimin komplet dedikum në sport. Domethënë më deshën 6 vite të plota për me arrit një medalje ballkanike, që për mua deri tash është për medalje më të rëndësishme, edhe pse unë kam pas medalje tjera ndërkombëtare në vitet e kaluara në kampionatet afrikane. Në Egjipt kemi qenë 3 herë dhe kam arrit 3 medalje aty me marr. Po varsisht ja u ke thy, ke arrit me fitu në kampionatet afrikane duke marrë parasysh atje njihen pak a shumë për sportin atletikës. Po, të atletikës, po në triatlon nuk janë, domethënë në atë nivelin e lartë sikur në atletik, për këtë më ka përshtat mua, edhe më ka përshtat sepse kemi ndjek pikë kualifikuese për lojrat botërore, të cilat kanë qenë 10 në Kinë në ngusht 2025. Domethënë arrita më kualifiku, të ndjek këto garat kualifikuese, e kam marrë një medalje të artë edhe 2 vende të dyta. Një tret, një dytë nëse s'gabaj se u bën do fjet. Përveç saj, je edhe kampion i Kosovës. Po. Na trego pak a shumë pavarësisht arrim me fitu thujse çdo vit si më të mirin e Kosovës, por realisht sa të jep punë ty shtesë për vit tjetër vet pas viti me arrit me fitu. Vitin e kaluar isha kampioni duatlonit, ndërsa në triatlon kam pas një problem gjatë garës, kështu që nuk kam arrit me përfundu, domethënë zyrtarisht e ka fituar një sportist tjetër. Është Genci ai, edhe ai sportist shumë i mirë. Domethënë kampion kombëtar i triatlonit për vitin e kaluar është Genci. Për vitin e kaluar, po. Por kjo është vetëm motiv, domethënë për me vazhdu, me ushtru, më përgatit sa më mirë për këtë vitin e ardhshëm e kështu me radhë derisa nuk e di mas vetë sa ka me zgjatë këtë karrierë sportive, shpresoj që me zgjatë sa më shumë, sepse që është tash edhe marrën bashkë bisedim, ai kampioni botëror i duatlonit për momentin është 42 vjeçar, edhe është në top nivel, domethënë nivelin më të lartë më shumë. 42 vjeçar. 42 vjeç. Po ka edhe të ri që janë në atë nivel, kështu që kjo nuk ka një moshë specifike kur e arrin majën, thjesht është puna, disiplina, edhe konsistenca për një kohë gjatë. Tu i pas parasysh edhe mos me pas lëndime, sepse edhe këtë pjesë e sportit që ballafaqohemi shpesh ne si sportist elitar. Po nuk mund dal pak a shumë tek pjesa si më i miri. Je zgjedh po ashtu edhe më i miri vitit. Po, nga Federata e Triatlonit. Është viti 5 me radhë. I viti 5 me radhë. Sa herë ke marrë këtë çmim është
Ajo është një ndjenjë e mirë. Është privilegj, edhe është ndjenjë shumë e mirë, sepse kjo po shpërblet mundi. Po, bën më vlerësu edhe më shpërblim mundi si sportez, domethënë puna jote nuk është të shku dëm, është të vlerësu, të pa prej dikujna. Domethënë federata çdo herë është mbështetësi kryesor i jami edhe i sportezëve të tjerë, sepse ajo çdo herë na mbështet me përgatitje, me pajisje sportive të fundit, sepse kjo sporti triatlonit është sport shumë i kushtueshëm, sepse i ka në vete 3 sporte, të cilat individualisht janë të kushtueshme. Tash imagjino kur bën triat bashk, veç me pajisje më kompletu është shumë ngarkesë financiare. Kështu që federata na rrin mbrapa. Edhe na përkrah mbështetje nga dikush, sidomos në sportin e ciklizmit, duke ditë që një bicikletë është shumë e shtrejtë. Po. Po, Federata e Triatlonit para 2 vite na i ka siguruar 2 bicikleta garuese të fundit. Domethënë prej më të mirave, ato e pata edhe në garën e fundit tash gjatë garës. Domethënë nuk jemi mbrapa te pajisjet, nuk mundemi me thonë që na mungon diçka ose jemi mbrapa për shkak që sepse i kemi të fundit. Tash mundemi mu anku, po realiteti është që atë pjesë e kemi të plotësuar. Tash përmende fakt gjatë bashkëbisedimit e përmende kur gjatë bashkëbisedimit që e patëm ke një lloj diskutime edhe në lidhje me a ja vlen më mirë me këtë sport? Më tha që po. Po ja vlen sepse është shumë atraktiv në rand parë. Është sfidë shumë e madhe, po njëkohësisht edhe t'jap kënaqësi ekstreme, sepse po mendoj që sa më e madhe është sfida për me kryer një garë, atëherë është edhe kënaqësia pasi arrin atë sfidë shumë e madhe. Domethënë kjo shumë fillestar nisën me mendimin që e shohin Ironmanin. Ironmani domethënë është triatloni më i popularizuar në botë. Më i popularizuar, po. Ndoshta ka njerëz që s'merren hiç me sport, e shohin Ironmanin edhe ja vënë vetë synim me të përfunduar. Domethënë ajo është ekstreme. Domethënë prej një ekstremit në ekstremin tjetër. Edhe rruga që duhet me bë për me kryer një Ironman është goxha e gjatë. Goxha shumë e gjatë. Domethënë vim për kushtim punë me sa vjet pavarësisht duhet me u merr me një sport të triatlonit për me hyrë në Ironman. Me Ironman, po folem për dikën që s'është merr kurrë me sport apo për dikën që po flas për dikën që merret me sportin e triatlonit, por shi duhen pak a shumë vjet sepse ai realisht pavarësisht që mundesh me qenë përgatitje çdo herë, po është një sport që Ironmani përgatitje për kilometra shumë gjata. Përgatitje specifike, kisha më thonë, duhen minimum 1 vjet. 1 vjet. Po. Për dikën që veç është të merr, ndërsa dikush që është si fillestar 2 vjet ose 3 më shumë vin, sepse duhet shumë volum i madh i ushtrimeve që trupi nuk e përballon. Domthonë gradualisht me rrit volumin për një kohë gjatë, më përgatit. Pastaj edhe ana teknike është goxha e komplikuar. Nuk është e lehtë, po është që thash shumë atraktive. Për të dëgjues edhe ata të cilët poshtë do të na ndjekin edhe përmes rrjeteve sociale, sa do të më përshku kilometra në Ironman? Ironmani është triatloni më i gjatë për momentin, edhe distanca që përshkruhet në Ironman është 3.9 km not. Pastaj është zona e tranzicionit, ku kalon prej notit në bicikletë. Bicikleta është 180 km e gjatë. 180 km. Pastaj kthehet pranë tranzicionit, thojmë asoj zonës ku ndron prej një sporti në një sport tjetër. Se duhet me ndru pajisje të ndryshme. Edhe vrapimi është një maraton e plot që është 42.2 km. 42.2 km. Tash kjo është domethënë vetëm distanca është sfiduese. Mirëpo nëse i shtojmë edhe kushtet e tjera në lidhje me garë, siç janë nëse është gjatë verës, temperatura e lartë e bën ekstrem vështirë. Pastaj terreni, nëse nuk është terreni i rrafsht, e bën shumë sfiduese. Ka gara që ka shumë gjitje në bicikletë, në vrapim. Domethënë është goxha sfidë e madhe. Po ne si federatë nuk fokusohemi shumë në Ironman, ne kemi synim sprint triatlonin edhe distancën olimpike. Sepse distanca olimpike është synimi, sepse lojrat olimpike janë synimi i federatës edhe imi personal. Për ata qysh të thash mbështet na prej Komitetit Olimpik të Kosovës me një bursë olimpike. Domethënë më përgatit për lojrat olimpike të ardhshme. Që ki komplet fokusin tek ajo pjesa e sportit. Albion, po do më të pyet në lidhje me pjesën, ka diçka shumë interesante dhe shumë e bukur, sepse ti je me profesion inxhinier. Inxhinier ndërtimi apo? Jo, nuk jam inxhinier i diplomum, domethënë nuk kam arrit me përfundu komplet. Edhe pse kam kryer shumicën e provimeve, mirë po
Fillova më mirë me sport, pastaj u përqendrova shumë edhe bona komplet profesion, kështu që e kam ndrru. Këta ke pas vetëm hobi sportin. Po, e kam fillu si hobi, pastaj e kam kaluar në profesion. Ke pas fakt mbështetje apo këshill nga dikush apo e ke provu veten dhe ke nisë me hulumtu për sportin e triatlonit? Për sportin e triatlonit kretë rastësisht kam ra në kontakt, se unë e kam fillu si vrapus, vrapim malor, domethënë ngërmi për qef, që shfillojnë plot veta. Pastaj edhe me bicikletë kam fillu me dal për qef, edhe është mbajt një garë në 2018 në ngërmi, edhe më ka dhënë shumë interesant me bëhat garë. Domethënë një triatlon, por shumë i shkurt ka qenë. Po prapë është ajo ndjenja e garës që më ka pëlqyer shumë. Pastaj në 2019 që tash 2018 është kriju federata, mirë po garën e parë triatlon zyrtare ka më 2019, kampionatin e Kosovës së sprint, e aty kam arrit domethënë me kon triumfues i garës. Jo i garës totale, sepse kjo është edhe garë e hapur. Është kampionat shtetëror, por edhe garë e hapur. Domethënë ti mundesh me dali i dyti ose i treti në renditjen e përgjithshme, po prapë më kualifiku, më shpall kampion kombëtar. Në atë garë kam dalë i dyti, mirë po u shpalla kampion kombëtar edhe ka ndjenja shumë e mirë. Për dëgjuesit e din, ti sa të erdhi nga një garë. Po, edhe sot tash sa e përfundu me një garë vrapimit malor në Izbic, që quhet vrapimi i Marsit. Bëhet çdo vit për ndërimin e viktimave të masakrës të Izbicës, që janë 147 viktima. Pavarësisht sa kilometra ishte dhe gara sot ishte 10 kilometra. Domethënë ishte dy disiplina, 10 kilometra dhe 21 kilometra. Unë e bëra 10 kilometrash. 10 kilometra që dole kampion. Po. Domethënë ai kallzova ti që je në i ftuar në emision edhe nuk do është. Po, thash, do të më kry më shpejt se do të shkoj në emision. Albion viti 2026 atë pret edhe sfidat tjera. Përveç që fitove i kampion i Kosovës, që rrite me fituar kampionatin ballkanik, presin sfidat e tjera, por na tregon pak a shumë cili është pak a shumë kalendari i gjeshur që do të jetë për Albionin gjatë këtij viti. Zakonisht gjatë vitit do të bëj shumë gara. Për shkak që ky sporti ka 3 gara, po më 3 sporte brenda një, më jap hapësirë me ballë gara të vrapimit, ciklizmit, po fokusin kryesor, domethënë i kam fokusin kryesor në garat e triatlonit. Të parën vetëm se e përfunduam, që ke kampionati ballkanik. Pastaj e kemi në qershor një kampionat ballkanik përsëri, por tash në triatlon. Po. Në 3 disiplina ndryshme. Po, 3 disiplina në qershor do bëhet Maqedoni. Pas këtij e kemi kampionatin evropian të duatlonit. Është sikur kjo kampionati ballkanik. Domethënë fokusi kryesor është te ajo. Shpresoj që të arrijë një rezultat të paktën në top 5 ose e shohim, por kam hapësirë mjaft me u përgatit, edhe jam të përgatit. Në garë është edhe kampionati botëror, por që ende nuk dihet. Është pastaj kampionati i Kosovës, është zakonisht e kemi në korrek ose ngusht, këto në Batllav. Këtë vetë ende nuk e kanë bazë zyrtare datën, por aty është, do të thonë kampionati shtetëror, që është shumë i rëndësishëm edhe ky. Normal, kuptohet. Patjetër. Edhe kampionati botëror që mbahet në Abu Dhabi në nëntor. Mirë po, tash pedim situatën politike, çka është ndodhur nuk. Që ende nuk dihet deri për fatin e tij. Po si do të qoftë, ka gara mjaftueshëm. Ka gara mjaftueshëm edhe jemi të përgatitur, po shpresojmë që na ecë mirë. E përmend e keni synim sa i përket këtij sportit e triatlonit. Cili është synimi yt? Synimi im është me kualifikuar lojrat olimpike, por ata edhe mbështetem me bursë olimpike. Është shumë e vështirë kualifikimi, sepse janë të rezervuara vetëm 55 vende për më të mirët e botës. Është shumë sfiduese, sepse niveli i triatlonit në Evropë dhe në Amerikë sidomos është shumë i lartë. Por jemi të punuar në këtë drejtim, e kemi mbështetjen edhe federatës, edhe klubit Triatlon Prishtina, kështu që presim me pa të 2 vitet e ardhshme. Pastaj si synim tjetër është arritja e majave në duatlon në kampionatin evropian dhe botëror. Pastaj janë edhe lojrat botërore, është një event tjetër që u mbajt vitin e kaluar në Kinë, ai mbahet çdo 4 vjet. Domethënë paralel me lojrat olimpike, mbahen lojrat botërore të disa sporteve që nuk janë olimpike. Po. E në lojrat olimpike hyn duatloni, sepse duatloni nuk është sport olimpik. Vitin e kaluar mbajt në Kinë, ndërsa pas 3 vite të tjera bëhet në Frankfurt në Gjermani.
Në Gjermani po, në Frankfurt nuk e di sigurt a ke, po sidoqoftë edhe ajo do të jetë synimi i radhës. Albion, shumë Synime faleminderit. ma afatgjate. Unë të uroj më të mirat dhe të kesh suksese, të kesh një vend mbar, të arrish të fitosh në çdo disiplinë medaljen e artë dhe ta bësh vetëm me shkrenar, familjen e poshtë dhe gjithë shtetit. Faleminderit shumë, e vlerësoj këtë vlerësim ndaj të fjalë mira prej teje, edhe do punojmë fort edhe po shpresojmë që Ne besojmë se çështja ke nis, kemi arrit synime, sepse kur e vën synimin nuk dorëzor tek në është fund. vërtet. Me pas synimet e qarta edhe puna, disiplina, edhe konsistenca për një kohë gjatë, atëherë edhe patjetër kam me u pagu. Ishte edhe një herë kënaqësi Albion që të Gjithashtu. shëndes te pasitës.